Përshëndetje, miq të dashur. Shkojnë në videon e radhës në Debat Plus, Vlora Qitoku nga PDK-ja, edhe nuk e di, me thonë që e ka ndonë Ramazani, se di, ama nuk është ka din që pa full, se fort ma palën Ramabaja. Po mi që shkojmë të dëgjojmë pak, e të diskutojmë së bashku, sepse nuk shkojmë kështu. Shkojmë kur kemi marrëveshje politike. Dhe pyetja që duhet të shtruhet është pse kur ti nuk don marrëveshje politike? Pse ai nuk dëshiron që vendit të jep institucione? Bëllë mirë po të thot Ermali, nuk ka nevoj, sepse e bën vetë. Çfarë pyetje është kjo që po dënë ti? S'po të këpëtoj Vlora. Shkojnë amiq? Pse nuk do, se Prap. ai e din që me 2/3 është për të marrë 2/3, duhet të ketë marrëveshje. Shtrohet kështu Vlorë. Goni miq. Marrëveshje kështu shtrohet. Fiton 51%. Po s'pja konteston ashtu. Pse për marrëveshje? Jo, po i konteston. Presidenti nuk është produkt i marrëveshjeve politike, është i Po i konteston, sepse me konë që nuk i konteston, nuk i thonë këto fjalë. Një, e dyta me konë si PDK që nuk i kontestoni, kishit votu, kishit bu marrëveshje politike, por jo interesi, marrëveshje interesi. Nuk është marrëveshje, po bëjnë në të marrëveshje, amo livadhin muë. Unë e du kryeministrin apo presidenten, pa marrë parasysh, edhe pikë. Kjo s'është marrëveshje. Kjo nuk është marrëveshje, ta në është veç marrëveshje s'është. Këto intrigat tua, t'juvet, i ka kuptu populli ma te. Talë kësë, të letë kësë, i ka kuptu populli ma te. Mati, Shkojnë amiq. një logjike të shëndetshme të të strukturimit dhe veprimit institucional. Po pra, Zgjidhej presidenti i Gjermanisë njeriu që kur s'kish pas asnjë librez taskujve. Po që atë propozojnë... Propozoni emra. Zoti Kurti Presidenti aktual i Gjermanisë ka qenë udhëheq i shërbimit BND-s, ka pas libreza kur. Nuk është dy kandidatura janë dhënë në kuvendin e Kosovës. Po, dakord, Zoti Ramabaja. Po, o shumë e vërtet, që i ka qitë Albin Kurti, dy janë, masi që ju nuk i keni qitë asë në jamën, këj ka bu dy jamëna, e ka mundësue, për me zgjedh një president, mos me të lëku kuvendin. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Se kur jo, të kështë dhonë emrat, numër 1, e kështë hiq fajnë pe juve, e kështë ra, lëvizet dhe vendosje, Albin Kurtit. Këto kështë marë plusa, ko gjashëm. Mirë po, kë e ka qitë këtë emën pejzori, se nuk ka dashur lëku kuvendin, edhe ka thonë, hajtë, si që ka spjegu dhe vetë, e din edhe te shumë mirë, e din edhe kryetari juaj, Bislimi, aji po e rajamin, kështu që nuk mundi me thonë që nuk ka thonë, ose nuk po donë. Ju jeni ata që s'po doni. Ju jeni, ju këta. Shkojnë amiq? Kandidatura janë me libreza të lëvizjes vetëvendosur. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. A dhoni më kondër. Dhe zonja Fatmire Kolçaku, ata kanë dhënë emra me libreza. Ne nuk na është dhënë mundësia që të japim emra fare. Këtu s'është e vërtet, se Bedri Hamza ka thonë, unë e duhe blanko të jap emrat, ti mu mi jap votat, 38 vota, edhe me në nshkrim, më herët e the edhe vetë, edhe shkojna për para, e që kështu s'ka, vallaj. Ja s'ka. Për që s'pitën, mi dithi me marrë vetë. S'ka ashtu. S'keni vota jo, s'keni
numra për ato. A, baba po, Albini po, a i ka numra do. Edhe zgjedh. Shkojnë amiq. Nga ne nuk është kërkuar kandidat, nga ne është kërkuar kundër kandidat. Pse bre, s'po thura një tjetën. Shqyve se kërku kandidat Sarë ka bo takime kryeministri me Bedri Hamzën. Se parës më kujtë e ke jami që blokova. Hajtë të regom. S'po të vjen turp pe vetë vetës, si Vlora Qitaku, mi thonë këto fjallë. Që tu e kam një moqë edhe e typin të besoft. Bej po të garantoj që s'besan. Edhe që s'din me full. Po me një shumë mirë. Shumë nivel të ullë t'i ra. Por keqare për thëmë. Se unë kam që me konë opozit të amonë që duhet. Opozitarizm duhet me pas, pa tjetër. Ama jo, këse opozitarizmi me rana. Jo, absolut. Se kështu veç për ngrit një Albinin. Për bes po. Kështu veç për ngrit një. Së bon, shkujnë amiq? Sa për t'ja përmbushur aspektin formal dhe procedural, Zotit Kurti për të hyrë në gojë. Vetëm 120 regjia për me kalu të bekime? Tash miq, e demantojmë na. Se çka ka thonë, çka ka li Bedri Hamza, e çka po thot kjo. Shkojnë amiq? Duri Ermal, me ardhë Bedri Hamza dhe me Komishoni, kam 22 deputat, ti mi japë mu 7 në shkrime për me propozuan e një emër, a më mi japë edhe plus 30 në shkrime tjera për me propozuan kandidatin e dytë, edhe më garanton ti mu që njonin për që këtune 2 emrave ma bën president, a ma emra s'muj me t'i kalzu, i merë veshë seancë. A së shmenduri që kjo? Që shmërijet i marrë veshje politike që shporë? Falim duri, kërkesën e PDK-s ka quajtur Arvesh Kryziu. Base edhe për shkak të gjuhës, që kjo gjua e shpërfaq. Jo, mos e përzi gjuhën. Gjua është politikisht, jo ndrysh. Mos e se jo jeni mësu me drejdhe me së drejdhe. Shkojmë? Nuk është shmenduri të kërkosh marrëveshje politike. Po jo nuk po dini. Jo, s'po dini. Që s'po dini? Nuk është marrëveshje politike o i zoj. Unë edhe heq. Qysh? Qëfar marrëveshje? Ku? Hinë ku të dush. Në rrjetet sociale, hinë libraria, ku të dush, qka të dush, ChatGPT, Google, ku të dush, hinë, në YouTube, ku të dush. Nuk mund është me gjithë ikon që thot, që t'ja drejt ty, e thot marrëveshje politike edhe fito ti. Ati që të mëllë marrëveshja politike o i zoj. Marrëveshja politike është që na jem që të dytë edhe që to të njanëshëm. As peqisojna, po të njanëshëm. Ama jo që kjo jemi, edhe hajde tash po ina edhe po flasëm. E dush pa tjetër me ma votu edhe me dhonë 38 vota. Kjo është ofertë. Nëse kësa i thojnë ofertë, mu më thirin Bill Clinton ashta. Mishtë të dashër, kjo ishte video për sot, mirë pafshëm, vizitaradës, opozit. Like, share,